Të nderuar përfaqësues të medias, të nderuar kolegë, sot në datën 2 tetor 2024, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë mori në shqyrtim dhe miratoi raportin e ndërmjetëm të politikës monetare për tremujorin e tretë. Informacioni i marrë në analizë sugjeron se ekonomia shqiptare vijon të qëndrojë në një trend pozitiv zhvillimi. Vëllimi i aktivitetit ekonomik, punësimi dhe pagat kanë shënuar rritje. Inflacioni mbetet në nivele të ulta dhe nën kontroll, bilancet financiare të sektorit privat dhe sektorit bankar janë të shëndetshme. Gjithashtu kushtet financiare mbeten akomoduese. Këto zhvillime janë në linjë me pritjet tona. Ndër të tjera ato pasqyrojnë edhe politikën e kujdesshme monetare të ndjekur nga Banka e Shqipërisë, politikë e cila ka arritur të përballojë goditjet mbi çmimet të ardhura nga tregjet e huaja, pa dëmtuar trendin pozitiv të rritjes ekonomike dhe stabilitetin financiar të vendit. Përgjithësimi i parashikimeve tona sugjeron se ekonomia shqiptare do të vijojë të rritet gjatë horizontit afatmesëm, ndërsa inflacioni do të thehet pranë objektivit ton gjatë vitit të ardhshëm. Në gjykimin e Këshillit Mbikëqyrës, këto projekcione janë konsistente me kushtet aktuale monetare në ekonomi. Në këto rrethana, Këshilli Mbikëqyrës vlerësoi se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm. Në vijim do të sqaroj më në detaje vendimin e sotëm të Këshillit Mbikëqyrës dhe arsyet që e motivuan Këshillin për të marrë këto vendime. Inflacioni i çmimeve të konsumit ka qenë relativisht i qëndrueshëm gjatë muajve korrik-gusht, duke qëndruar pranë një niveli mesatar rreth 2%. Rënja e inflacionit gjatë 3 mujorëve të parë të vitit është diktuar në masën më të madhe nga kontributi në rënje i inflacionit të artikujve ushqimor dhe së fundi i çmimeve të produkteve energjetike. Nga ana tjetër, donse me një tendencë të lehtë të rënëse, inflacioni i artikujve të tjerë të shportës shfaqet më i qëndrueshëm. Nga këndvështrimi makroekonomik, rënja e inflacionit gjatë vitit 2024 ka pasqyruar në masën më të madhe reduktimin e shpejtë të inflacionit të importuar. Kjo ecuri është ndikuar si nga rënja e inflacionit në partnerët tanë tregtar, ashtu dhe nga kursi i fortë i këmbimit. Paralelisht me të, edhe inflacioni i gjeneruar nga zhvillimet e brendshme ekonomike dhe monetare ka ardhur në rënje. Por kjo rënje është më ngadalt dhe presionet e brendshme inflacioniste mbeten ende në nivele që nuk janë konsistente me objektivin ton të stabilitetit të çmimeve. Këto presione vazhdojnë të ushqehen nga kërkesa relativisht e lartë për mallra e shërbime, si dhe nga rritja relativisht e shpejtë e pagave dhe kostove të prodhimit. Sipas të dhënave të Instatit, vëllimi i aktivitetit ekonomik u rrit me 4.1% gjatë tremujorit të dytë të vitit, duke qëndruar në kahun e sipërm të pritjeve tona. Të dhënat e disponuara sugjerojnë se rritja ekonomike ka qëndruar në nivele të parafërta edhe gjatë tremujorit të tretë të vitit 2024. Rritja ekonomike është mbështetur nga zgjerimi i konsumit, i investimeve, si dhe nga eksporti i mallrave dhe shërbimeve. Nga ana tjetër, rritja e importeve dhe politika fiskale konsoliduese e ndjekur gjatë kësaj periudhe ka pasur një ndikim frenues në rritjen ekonomike. Kjo strukturë kërkese është pasqyruar në rritjen e aktivitetit në sektorin e shërbimeve, të ndërtimit dhe të bujqësisë, ndërkohë që sektori i industrisë ka shënuar të kurrje. Analizat tona sugjerojnë se ekonomia shqiptare vijon të qëndrojë në një fazë pozitive të ciklit të biznesit. Kjo ecuri pasqyrohet në nivelet e larta të shfrytëzimit të kapaciteteve të bizneseve, si dhe në mungesat e vënë re në tregun e punës. Rritja e kërkesës për mallra e shërbime ka sjellë një rritje të shpejtë dhe të qëndrueshme të punësimit dhe të pagave në ekonominë shqiptare. Donse informacioni statistikor për punësimin në tremujorin e dytë nuk është ende i disponueshëm, të dhënat administrative sugjerojnë se punësimi në sektorin privat jo bujqësor u rrit me 1.9% në tremujorin e dytë, duke qëndruar në nivelet e ngjashme me ritmet e shënuar në tremujorin e parë. Paralelisht me të, paga mesatare në sektorin privat u rrit me 6.9% në tremujorin e dytë, duke vijuar të ushtrojë presion për rritjen e kostove të prodhimit dhe të çmimeve finale të konsumit.
Nga këndvështrimi makroekonomik, zgjerimi i aktivitetit është mbështetur nga bilancet e shëndosha të sektorit privat, besimi konsumatorit dhe biznesit për të ardhmen, ambienti stimulues financiar, si dhe nga vijimi i trendit të rritës të të ardhurave nga sektori i turizmit. Në këtë kontekst, politika e kujdesshme monetare e ndjekur gjatë 2 viteve të shkuar ka rezultuar e suksesshme. Normalizimi i qëndrimit politikës monetare ka krijuar premisa për një balans më të mirë të kërkesës dhe të ofertës në ekonomi, si dhe ka ndihmuar në kontrollin e pritjeve tona për inflacionin. Gjithashtu, kujdesi i treguar në reagimin e politikës monetare ka ruajtur një ambient akomodues financiar. Tregjet financiare vijojnë të shfaqen relativisht të qeta. Normat e interesit të depozitave, të kredive dhe të letrave me vlerë kanë ardhur në rënje gjatë tremujorit të tretë, duke pasqyruar si reduktimin e normës bazë interesit për muajin korrik, ashtu dhe primet e ulta të rrezikut në tregjet tona financiare. Po ashtu kushtet e kreditimit vijojnë të mbeten stimuluese, si në dimensionin e kostove, ashtu dhe në atë të kushtëzimeve të tjera, duke ilustruar një përqasje pozitive të sektorit bankar ndaj plotësimit nevojave të ekonomisë me fonde, së fundi edhe për kundrejt një rritje të ndjeshme të ofertës sezonale të valutës si pasojë e pikut të sezonit turistik. Kursi këmbimit gjithashtu ka qenë relativisht i qëndrueshëm gjatë tremujorit të tretë, duke pasqyruar ndër të tjera edhe një nivel më të lartë blerjesh valute nga Banka e Shqipërisë gjatë kësaj periudhe. Kredia për sektorin privat shënoi një përshpejtim më të tejshëm gjatë muajve korrigusht. Ritmi i rritjes kredisë kulmoi në nivelin 16.8% në muajin gusht, duke qëndruar në nivelet më të larta të më shumë se një dekade. Kjo kredi ka vijuar të mbulojë nevojat e biznesit dhe të familjeve shqiptare për zgjerimin e konsumit dhe të investimeve të tyre, duke dhënë një kontribut në rritje në zgjerimin e aktivitetit ekonomik në vend. Zgjerimi i kredisë vijon të mbështetet në masën më të madhe nga zgjerimi i portofolit të kredisë në lek. Megjithatë, gjatë muajve të fundit është vënë re edhe një reaktivizim i kreditimit në valutë. Parashikimet tona për të ardhmen mbeten pozitive. Aktiviteti ekonomik pritet të vijojë të rritet në horizontin afatmesëm, i nxitur nga zgjerimi më tejshëm i kërkesës së brendshme dhe të huaj. Në aspektin makroekonomik, ky parashikim faktorizon ecurinë pozitive të besimit në ekonomi, bilancet e përmirësuara financiare të bizneseve dhe të familjeve, si dhe kushtet stimuluese financiare në ekonomi. Zgjerimi më tejshëm i kërkesës për mallra e shërbime pritet të shoqërohet me një rritje më tejshme të punësimit dhe të pagave. Nga ana tjetër, inflacioni pritet luhatet në kahun e poshtëm të objektivit ton gjatë pjesës së mbetur të vitit dhe të kthehet gradualisht në objektiv gjatë gjysmës së parë të vitit të ardhshëm. Duke gjykuar mbi informacionin e disponuar, ne vlerësojmë se balanca e rreziqeve ndaj këtyre projeksioneve është përgjithsisht neutrale. Bazuar në sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë në mbledhjen e sotme vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë interesit në nivelin 3%. Gjithashtu të mbajë të pandryshuar normën interesit të depozitës qendrore në nivelin 2% dhe të mbajë të pandryshuar normën interesit të kredisë një ditore në nivelin 4%. Këshilli Mbikëqyrës gjykon se qëndrimi aktual i politikës monetare mbetet i përshtatshëm për përmbushjen e objektivit tonë stabilitetit të çmimeve në të ardhmen. Këshilli Mbikëqyrës vren se balanca e përgjithshme e presioneve afatmesme po afrohet gradualisht drejt objektivit tonë të inflacionit. Në këtë kontekst, vendimet e ardhshme të politikës monetare do të vijnë të kushtëzohen nga informacioni i ri dhe në veçanti nga analizat dhe vlerësimet mbi ecurinë e presioneve të brendshme inflacioniste. Këto vendime do të jenë gjithnjë në përputhje me objektivin ton stabilitetit të çmimeve, si dhe konsistente me kahun e politikës fiskale dhe ecurinë e kursit këmbimit në të ardhmen. Jo, faleminderit, kjo ishte deklarata e politikës monetare pas mbledhjes së sotme të Këshillit Mbikëqyrës.